Shteti Kenisa? Me zi. Ku po thuaj? Me zi që të dikone. Në kontinent është. Nuk, le atë marrë. Meritat ma i ka njeri, po na nuk dimi i vlerësu shumë njerëzit. Valla diku në Afrikë në kohë, po unë kom dëgju që është ofrë dhe me Amerikën diku në. Njerë për njerë s'ka bu kur që nashta quhet del gjumi dikur në ves. Që ka bu bëgjet në një dikush, kërballon se një kërkush. Në kontinent është. Afrikan? Edhe meritat për këtë njohje, a mendoni që i ka Donika Gërvalla, i ka Begjet Paculli? A ka Begjet me sigurisë. Kjo Begjet normale, a i s'bo me përmen më tjetër. Nuk ka meritat vetëm për këtë njohje, a i ka merita shumë. Se ka përmitat 15 njohje që cilat a i ka sjell. Edhe ata që kanë qenë para Donikës, dhe më thonë meritat kryesore i kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj ka Begjet Paculli. Së është një gjatë që e kom studiu vetë. Meritat ma i ka njeri, por na nuk dimi i vlerësu shumë njerëzit. Edhe sidomos ata njerëz që janë zotë, na këshirimi gjelozojmë, këshirimi shtypë. Donika Gërvalla nuk e njoh kështu, se se njohim na, jo ka jetu jashtë. Po, për atë sa po e njohim për qëtë mandat, sa për këtë Ministrisë Punëve të Jashtme, nuk është që ka bëu diçka. As ka sjell njohje, madje edhe ka prish edhe marrëdhënie të tjera me shtete që kena meq. Që mendoj që nuk e meriton me qenë Ministre e Punëve të Jashtme. Begjet Paculli gjithmonë ka qenë edhe njëri duar për president edhe për Ministre e Punëve të Jashtme. Valla diku në Afrikë në kohë, po unë kom dëgju që është ofrë dhe me Amerikën diku në kjo. Edhe unë kom njohë si shtet, se i vorfu në shtet, a i kish një domethënie po ndikoj edhe në shkallë politike të forta, botërore, Kenia. E Kenia që na njofti për këta duhet me bani me njohje të mirë e të madhe Zotri Pacullit. Zotri Paculli ka banën kjo, unë që ka di përmi 7 shtete të hujat në përmjet Pacullit, kur o konë bine atër o konë në post, i ka banën. Kjo pun lavdat do të me dhonë Paculli, ka nga edhe e ka marrë këtë mirë njohje që shumë rralli kemi njohje që ta shumë rralli, nuk po din mu gjinë. Serbia si të heto që po bën dikun me ly, po na nuk bo me tregu që kështë shtetë ofër o me na njohë, se ajo ndikon shumë. Serbia na ka bo pengesat mëdha në çdo aspekt. Këtë Serbia është një ndër shtetet që mas shumë të neve na ka dëmtonun me lufta, me këtu e krejt, po është e mirë se ardhen kjo, duhet mu interesu kush më ne ka mundësi kë njeri o i Zoti, edhe e ka kry këtë detyrë, edhe halal i koft Pacullit falin. Qyre kjo pun, për mu kry, nuk kjo pun o duhet, kjo Donika Gërvalla është ngarkimi i saj është me që të pun më merë, me njohje të shteteve. Pa mendon që kanë diku kjo diçka për këtë njohje? Ja, kur gjë hiqës, qëra atje pa shku vete, pa panën personin që shku në atë shtet me kërku mirë njohje, unë mëj me folë për këtë ujtë edhe nuk më dhanim Pacullit, po kur gjës i më dha. Kjo nuk o të punonën forca dohet për kësa mirë njohje. Azim do këtë, Begjet më rëtë fartërike, Begjet ka pu shumicën e njohje, veç në asë qadim njerit, ai që ka kontribu për vend tonë në asë qadim, e kene që ato të keqe. Se Begjeti ka kontribu vëllë, njerë për njerë s'ka bu kur që nashta quhet del gjumi dikur në ves, njerë s'ka bu kur që. Begjeti. Pse? Begjeti ka bu Begjet në një dikush, kërballon se një kërkush. Në Afrikë, për nërë nuk di. Ma mërmenja Begjeti ma shumë. Vallaj besoj, se unë 27 vjetë këm jetu në Francë. Besoj si në kontinentin Afrikan është. Unë e menoj se du të me thonë realitetin. Francesë të thujnë kultura a drejtësi. Unë e menoj, mendimi jam është, personal, mendoj si Begjet Paculli i ka meritat. Se Begjet Paculli s'ka tash as parti. Ka tentu edhe ka lëbu për njohjen e Kosovës shumë, do të me thonë realitetin. Donika Gërvalla është
A di vojzë kujna është? Vojzë i Sovgarvallës. Unë jam konë në Francë, kur këna protestu në Pariz, para ambasadës të Jugoslavisë u konë. I Sovgarvalla, kur e rëke mikrofonin të u ka vdredhke. Qa thejke për Serboslavët. E vojza ti është. Basi Shaban Jashari, boba i Basit Ademe i Basit Hamës, ka thonë lisin mi prej 100 herë, qa si pipa është qetë. A pi kuptën? Kena shemull, për shemull, prekazi janë, këta janë gjithmonë, janë trima për atë dhej. Prekazi e për Tahir Mejes. Tahir Meja vis me babën në bi ka leftu vetë, po Serbë sa kanë mujtë me bojtë stërvina me që në spital në Skeneraj, se dojnë venën e vetë. Ti ke post njerëz në luftë si ka nikë prej lufte. Francesë thënë, ku të largohesh prej asaj çka je, ma nuk je kur gjanë. Unë 27 vjetë kom jetu në Francë, kom punu në fabrikë të Peugeot, jam konë parti nacionaliste të Francës, Jean-Marie Le Pen, më thëshin në Francesë, pëse s'pi merë nacionalitetin pasaportin Francesë? Qa i thësha, ju se unë jam Kosovar, unë e du Kosovën, unë ju përkrahi juve si një nacionalista si koron, po unë e du Kosovën. Nuk ka vend dynjat, konë maj mirë se Kosova. Buke kryp që të me hangër flytërej. Ka te që si sajt e flytërej. Po shumë njerës, nacionalizmi është ideologji, që e dënë gjuhën e vetë, popullin e vetë, traditat e veta, dhe kush e urren ja këthen me urrejtje. Kenia, po. Kenia gjithë në Afrikë. O shtet e madhe, po edhe fuqishëm është, edhe ekonomikisht. Mirë, po shtet e Afrikës është i mrapon me metën që shumë shtetet Afrikës, për fatë keqë, ka pasuni shumë të mëdha natyrore. Mirë, po pja që vëzojnë tjere, të përshkak të mos aftësis të në për me shfryzu për veti. Po me gjitha dhe, është një shtetë në zhvillim. Unë besoj që gjithë ka pak, nësë mja hu pasionet, sa dhe këta po punon, dhe qeveria Kosovës po punon, a Paculli dihet që Paculli ka që Sovjet, që 20 e Sovjet, ku ka qenë president, a i veç që pa të fillu disa lobime, edhe pa të shumë lobime për Kosovën edhe arriti sukses. Edhe kjo është një sukses i përbashkat, edhe i Pacullit, edhe i qeverisë Kosovës, sepse edhe këta 4 vjetë kanë punu, po tash varet për shumë rrethonave, të cilat ne do i dim, do se dim, po kur vjen vakti, ndodhin ato. Më ka kalëzon njani, në Afrikë. Ja, dhe më thënë, duhet me qenë korekt, dhe më thënë, Paculli i ka meritet. Ndoshta dhe tjeret kanë, po kjo ka qenë ma i zoshëm edhe ma, dhe më thënë, kam ngullës në te. Paculli, absolutisht. A i dini në cilin kontinent është? Shteti Kenisa? Mazi. Ku po thue? Me azi që të dikonë. Ku është? Po, unë mendoj që është në Afrikë. O, më falë në Afrikë. Paculli. Paculli do të mja më borë na një përmëndore. I ka mojtë popullatën në kohë më të shtira, edhe ju një mënë popullatës s'ka morve, po na nuk ja dim njërit zotit vleftën. Njëri zotë është. Do të me allon meritat, edhe me pru e vend Gërvallas, me pru atë, në Ministrinë që shpër, punës tjashme, që si njërës në vynë, jo me flejt atë, në këtë luke. Asë një se ka merituat vend, edhe se meritan, por kunda zi veç shërri kanë po, edhe ata në hokë që kanë po shërra soj, se e mirë. Oshtë është në katë që e kena aty, është tragedi e popullet. Mirë po, këta përmojnë që aty halo, popullet flejnë, qështë. Afrika jashtë, se di, Allah, se kom përcjela, din kush ka lobu, po kush ka bo mirë. Kush ka punu, kush ka lobu ma shumë të mirë. A i dini në cilin kontinent do dhët kështar? Në Afrikë. Mendoj që sa e pash fotografi që kom përcjell Begjet Paculli.
ndoshta dhe Donika ose Vjosa, ma unë sa e di që ashtu. E kom pa begjetin me kryetarin e Kenis.